Çfarë mendon Cako në stilin rreth katror për zgjedhjet dhe parashikimin? Shiko Manush, për sa i përket narrativës që po përdor Edi Rama, është një narrativ kundër familjes. Ai po përpiqet të afroj shturje me pornokulturën që afron të rinjve, me këtë shembull që u përmendën këtu, dhe ka dhënë mesazhe që gratë e ndara nga burrat janë personat më të përshtatshme për të marrë me politikën në PS. Pra, nëse të kujtohet, kur kam thënë që është mbledhur masoneria në Mal të Zip, para një 8-9 muajve, kam thënë që një nga mesazhet që kanë dhënë ata për Ballkanin, për gjithë udhëheqësat e Ballkanit, është narrativa e tyre për degenerim dhe shkatrim të familjes. Dhe po ta shikosh, kjo është kryefjala e të gjithë veprimtarisë Edi Ramës, duke goditur alfën e shoqërisë që është burri. Ju kam thënë që një burr është shumë virulent, një burr mund të lindë 2 fëmijë në vit, po të ketë 2000 gra. Kurse një grua nuk lind dot më shumë se një fëmijë në një vit, dhe femra është me dopta. Dhe agendat e globalistëve mbrojnë gjithmonë femrën dhe sulmojnë alfën. Një burr të ngelet në fshat e shumon gjithë fshatin po të ketë gra. Kurse po të ngelet një grua dhe shumë burra, nuk shtohet fshati. Dhe ja ta mbaroj, dakor, të unë së të ndërprerë. Po të shikosh janë në një linjë me atë që është në burg tashi, Erion Veliajn, i cili theshte djemt janë zdromsa. Nuk e theshte kotoj. Ajo është agenda e Sorosit, të goditet alfa. Dhe po të shikosh të gjitha ligjet që bëjnë në një familje ku ka konflikt, gjithmonë goditet burri, edhe kur është fajtore gruaja. Burri lihet jashtë, burri ne heqin nga shtëpia, pra alfa duhet të goditet të shkatrohet. Dhe kjo është me plan sipas teje? Është me plan. Po patjetër me plan, po këta janë njerëz të globalistëve, të pakisave, ato që ju japin ata bën. Televizionet e Iranit do të kenë zilime këtë ligjërat. Nuk ka e dyta asnjë projekt dhe asnjë plan. Nuk flet me çfarë ka bërë, po flet vetëm me doter siç flasin komunistët, që e kanë zakon që s'kan vepra dhe thonë gjithmonë flasin në kohën e ardhshme, doter. Këto zgjedhje janë zgjedhjet më pesimiste në historinë e Shqipërisë. Njerëzit nuk dinë nga të votojnë, sepse ata e kuptojnë që ka nevojë për ndryshim. Po këte nga ana tjetër shikojnë këta që ka qenë dikur. Berishën. Dhe janë në dilemë, nuk din çfarë të bëjnë. Janë partitë e reja, të cilat mund të japin një shpresë për ndryshim, por me ligjin ekzistues, me 11-12 rajone, ata duhet marrin 12.000 vota dhe duke qenë të përçarë të ndarë me njëri tjetrin, votat e tyre ka shumë gjasa që do t'ja u vjedhin këta. Ata mund të kenë në rang kombëtar, mund të marrin 250 deri 350.000 vota për mendimin tim, që duhet të përktheheshin, po ti pjesëtosh me 12, duhet të përktheheshin në 20 e sa deputet, ata mund të marrin 2 deputet, ose 1, ose 3. Më kupton, se s'duaj që të krijoj deziluzion ke votuesit që janë pranë këtyre partive. Pra këta janë ajdutë dhe nuk ka demokraci në Shqipëri, 2 partitë e mëdha që kanë bërë këtë lloj ligji. Është marrëveshja e 98. Parashikimi jot, si parashikimi 2008. Po çfarë planesh kanë agjendat e ne për sa i përket asaj që tha Mania për 78 deputet. Për këtë lobimin që ka bërë Partia Demokratike, ka një gjë nga ana ligjore. Ligji për partitë politike dhe kodi zgjedhor nuk e lejon subvencionimin e partive politike nga financat e tuajve, qofshin këta dhe shqiptar me pasaporta jashtë shtetit. Në qoftë se këtë pagesë Partisë Demokratike ja ka bërë ndonjë shqiptar i Shtetet e Bashkuara, grup shqiptarësh duhet jetë se grup shqiptar, s'ka rëndësi. Po ja kanë bërë ata, është kele ligjit. Dhe domethënë se një huaj nuk mund të sjellë lek Shqipëri për fushatën? Jo, është ndaluar me ligj, ka 2 ligje, një për partinë politike dhe një për kodin zgjedhor, se ndalon financimin. Kurse në qoftë se këto para janë legjitime, po dhe duke qenë qytetar shqiptar ai nuk mund të ndihmojë? Jo. Është ndihmë për partinë politike. Po mirë, ai është edhe shqiptar dhe amerikan, po të ketë
Po ku jeton se? Po të ketë dhe pasaport shqiptare, nuk e di pasaj, janë qështë e gjora. Se pati pasaport shqiptare, a i shqiptare ndijet? Mirë, për letë që ndijet ashtë, gjerat bëhen me letra, nuk bëhen me që ndijet. Në qofë se a i ka dhe pasaport shqiptare dhe amerikane, nuk e di ligje amerikane, lejon këtë dy shtetësin. Në qofë se kam pasaj nuk e di se si është ligji. Por ligji është kështu. Dhe përsaj përket kontrata është shumë e rregullt dhe e lishme, sepse është bërë në Shtetet e Bashkuara dhe të gjitha janë shkruar e zezë mbi të bardhë. Dhe askush nuk ka të drejtë detyrë që të tregojë se çfarë kontrata ka bërë dhe çfarë aktiviteti ka bërë. Edhe ti bën një kontratë që e njëri publik edhe unë bëj, po nuk jemi të detyruar ta themi këtu. Kur vjen që ka shkel ligjin shqiptar është bëhet problem. Prit, po e ka shkelur pasaj do përballet me prokurorinë dhe me gjykatat. Por në qoftë se ajo është e rregullt, ka një indicje për spakun, për korupcion, për shkelje të këtyre ligjeve që thashun, ata e shikojnë. Në qoftë se ka shkelje, ata pasaj hapin proces penal. Në qoftë se s'ka shkelje, ata e lënë. Po, fakti pse këta nuk e kanë deklaruar kontratën e ka zbuluar ky Tomori që është ky, nuk është ndonjë, sepse ato dalin në fund të vitit ke bilancet e kompanive. Dhe kur të dal ajo... Ma bë tani parashikimin, po para parashikimit... Kurse përsa i përket parashikimeve, nuk di çfarë të them, sepse Rama qëndron, ashtu si dhe Berisha, ka qëndruar me aprovimin e ndërkombëtarëve. Dhe këtë radhë do qëndroj me aprovimin e ndërkombëtarëve. Por fakti është që Amerikanët të cilët kanë pasur një influencë të madhe në politikën shqiptare, duket që kanë një tërheqje. Dihet fakti që ky Greneli është përpjekur të mbështesë Ramën, por qenia e Lacivitës këtu ka ndikuar dhe i ka ushtruar presion Grenelit dhe dhëndrit të Trumpit në Shtetet e Bashkuara, të cilët kanë hedhur postime në Twitter ku dhëndri Trumpit ka hedhur postimin e Grenelit i cili kërkonte falje dhe justifikoheshe që nuk ka mbështetur Ramën në fushat si rezultat i presionit që ka bërë Lacivita në rrethin e Trumpit. Tashi, kush do fitoj? Të gjitha opcionet janë të mundshme. Por, në qoftë se Ramën e lejojnë ndërkombëtarët, mund të fitoj edhe 80. Po, në qoftë se ndërkombëtarët nuk e lejojnë që ai... Sot, si janë gjasat, sot, menuatit tënde, qa po i bëjnë ndërkombëtarët Ramës, po i mbështesin apo jo? Shiko, ai mund të dalë në rezultatin para prak 72-73 mandate. Por, do jenë 3-4 zona, ose 5 zona të diskutueshme. Dhe në qoftë se CIA ndërryn pranë Celibashit dhe i thotë që këto 4 zona do t'i kalosh këte dhe si që bëhen ato manovrimet që i din ata që i bëhen shërbimet sekrete,